Pse gjithmonë veç për mos vallë ka dorë edhe Sali Berisha në këtë mes. Edhe për ata nuk as se kena një lojme, as se kena bën televizor, ka i del zoti Hena popullit Rjollit. Prej disa ditësh, banorët të zonës së Rjollit po përballen fizikisht për të mbrojtur pronat e tyre nga ndërhyrja e interesave private të lidhura me oligarkun Bashkim Ulaj. Në këtë kontekst, gazetar dhe analist ngren pikpyetje për heshtjen e vazhdueshme të kryetarit të opozitës, Sali Berisha, i cili zakonisht politizon çdo protestë apo konflikt ku përfshihet pushteti, por këtë herë ka zgjedhur të mos reagojë. Heshtja e Partisë Demokratike përballë kundërshtimeve të banorëve ndaj projektit të resortit në Rjoll shihet si tregues i lidhjeve të hershme dhe të vazhdueshme mes Berishës dhe Bashkim Ulajt. Këto lidhje shtrihen në një sër projektesh dhe përfitimesh, nga resorte turistike, hidrocentralet në Valbon, guroret, fibrat optike, deri te rrugët kombëtare, koncesionet dhe kullat në Tiranë. Sipas dokumenteve dhe fakteve publike, Ulaj ka qenë një nga përfituesit më të mëdhenj të pasurive dhe fondeve publike, si gjatë qeverisjes së Berishës, ashtu edhe gjatë asaj të Edi Ramës. Gjatë viteve 2005-2013, qeveria Berisha miratoi vendime që kaluan pasuri natyrore publike në shfrytëzim privat për kompanitë e Bashkim Ulajt. Paralelisht, familjarë të Berishës kanë përfituar prona të shumta në ndërtesa të ndërtuara nga Ulaj, shpesh me vlera të dyshuara ose të padeklaruara. Këto marrëdhënie klienteliste janë përmendur edhe në vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen non grata të Berishës dhe familjes së tij. Nga ana tjetër, dosje të shumta hetimore, përfshirë ato të SPAK, hedhin dritë mbi koncencione miliardëshe, tendera të dyshuar të manipuluar dhe skema korrupsioni ku përfitues kryesor rezulton Bashkim Ulaj. Rasti i autostradës Thuman-Kashar, i lidhur edhe me emrin e Belinda Balluku, shihet si shembulli më flagrant i këtij modeli. Në tërësi, tabloja që krijohet është ajo e një sistemi të ndërlidhur interesash politike dhe ekonomike, ku heshtja politike shërben si mburoj për përfitime shumë miliardëshe në kurriz të pronës publike dhe interesit qytetar.